Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Në këtë studio jam së bashku me dy të rinj. Dua t'i prezantoj me njëherë Kleves Kraja dhe Keidi Kraja. Mirë se keni ardhur, përshëndetje. Në të vërtetë të ftohtë të rinj gjithmonë duket sikur kanë një adrenalin tjetër, të japin freski në studio, të japin informacion, të japin shumë çka në ritmin e ditës. Ju falenderoj shumë që keni ardhur sot në studio. Edhe mua që drejtoj një program të tillë gjithmonë kam ndjesi tepër të veçanta kur kam të rinj. Aq më tepër që kur je me veprimtaritë tuaja, vërtet nuk kapset mos entuziazmohesh. Bëni pjesë në një klub letrar të quajtur Arratisje. Arratisje është në faqet e librave, në botën e personazheve, në shumë çka që aty jepet me idetë, por edhe me diskutime që ky klub organizon her pas here. Si shkoi aktiviteti i fundit? S'ka shumë ditë që ju keni patur një aktivitet interesant. Po, aktiviteti shumë mirë, me çfarë shohim të kohët e fundit kena pasur arritje të pjesëmarrësve. Si fillim, se sa është vetëm takimi i tretë, në përgjithësi jena të kënaqur, domethënë për vazhdueshmërinë e aktiviteteve. Natyrisht ndjesi të bukura të bëjnë që të marrësh hapa në vazhdim, apo jo, Keidi? Po, është shumë e vërtetë, sidomos domethënë duke lexuar edhe libra që përmend kanë vlera, si thonë, na shtyn shumë për me kanë pjesë e klubit libret. Në vërtetë, si lindi ky klub, kjo ide për të mbledhur, për të lexuar libra, për të diskutuar? Nuk e di, mund të më thoni diçka. Është një faqe në internet edhe në Instagram, që ka disa mira njeksa, quhet arratisje.al. Aty u holl një ide sepse në qytete të tjera, sidomos në Tiranë dhe në Durrës, ka kohë që janë hap disa shtëpi të tilla librit, pa e qenë kështu. Edhe u pranu vendos më bë një farë takimit. Ky ka kanë takimi i tretë herë në fundit. Takimin e parë ishte më shumë si takim prezantues, u njoh me njëri tjetrin, sepse faktikisht edhe nuk e dishim se sa lexues sa janë, sepse aty na shte ideja që rinia lexon pak. Por në vërtet për habin teme edhe të shokëve të mi të shoqeve, pa me që kishte shumë interes, edhe mos takimit të parë, domethënë kena pas shumë kërkesa për me ardh, na kanë përgëzu, shumë njerëz me çton, domethënë dashamirë ton, edhe kështu domethënë filloi si. Sa bukur, pra ju i keni vënë vetes një qëllim, keni një mision. I cili konsiston me kthy të rinjt drejt librit. Ky është misioni jonë. Ajo që na të vure në këto kohë të fundit është që rinia kryesisht është të drejtuar rrjeteve sociale. Po. Edhe kjo dashje pa dashje ka ndiku mi largu njerëzit nga libri. Unë mendoj që marrëdhënia me librin duhet domethënë të shtohet, sepse është një diçka krete veçantë. Nuk di domethënë si ta përshkruaj. Ju jeni vetë një lexues. Unë mund ta quaj veten, domethënë kam kryer një fakultet tjetër ekonomik, por në një pozicion tjetër nuk jam për gjuhë letërsi. Edhe ideja është që sot domethënë ka me mira libra, edhe unë si person nuk di çfarë librash me zgjall. Edhe mendosha që tu mbledh duke diskutu, njeriu arrin me ka dhe libra që nuk ja vlen me lexu, pa thojmë kështu. Po. Tu ndaj tu diskutu, arrin domethënë ti me drejtu veten se çfarë librash mundesh me lexu që janë më të preferuar, që mund të kenë një ndikim te ti, që kanë arrit një farë shikueshmëriet, edhe fatmirësisht aty në grup ne kena shumë studentë që janë për gjuhë letërsi. Edhe ato domethënë na kanë ndihmuar shumë, edhe nga ana letrare, edhe nga ana librave na kanë këshillu, diskutojmë, edhe për mua është një emocion. Unë mezi shpres takimin që bëjmë, ne ja bëjmë një herë në muaj fatkeqësisht. Sa bukur. Keidi patjetër që ketë të tilla ndjesi që të parafrojnë me këtë grup entuziast lexuesish, por jo vetëm, që marrin libra në duar, diskutojnë për to, është diçka shumë e bukur sot për rinin. Është shumë e vërtetë, në fakt jam shumë e gëzuar domethënë që jam pjesë e klubit librit, për vetëm në fakt sepse tu kanë se librin e kena vazhdu me lexu, flas për ne të klubit, kena vazhdu me lexu librin shumë herët. Edhe mirë po, tu mundu me gjetë domethënë grupin shoqënor që na përshtatet me lexu libra, me diskutu për i libër, nuk kena pas shumë kënd me diskutu, ndërsa tash që i na mlall këto, edhe faktikisht në fillim ishte ajo kjo stepja si
si mund shkojnë, si mund t'jenë këto njerëz, domethënë. Edhe për më doli shumë. Ju njoftoni një shoqe apo një shok që do të bëhet diçka e tillë. Unë ndjeku faqen Arratisje si në Facebook ashtu edhe në Instagram. Edhe pava domethënë lajmërimin që kishte paraqitë ideali që merret me grupin e Arratisjes. Edhe është Rodi? Jo, është Suad Arilla. Po, i përshëndesim Rodi dhe Suadin, sepse bëjnë pjesë në këtë bërtam, do thosha. Edhe në fakt u gëzova shumë, sepse kisha që e mendosha, po ne pse s'kena një klub libri, tu pas në Tiranë ka shumë grupe aktive për sa i përket librit. Edhe në fakt kur e pava, fillas nuk e kam menduar domethënë 2 herë. Edhe është interesante që ju i zgjidhni autorët për të diskutuar. I fundit ishte Murakami. Haruo Murakami. Mund të më thoni diçka si shkoi takimi me të? Ne unë dikon një muaj para, ne kena një grup në WhatsApp, jena gjithë bashkë, edhe diskutojmë për shumë tema, për shumë shkrimtar, edhe siç thash, kena disa studentë aty që janë Rodi, El Saidi, Migena, ato janë për gjyri tërsi, për master, edhe ata na ndihmojnë shumë në këtë aspekt. Edhe i falenderoj dhe i përshëndes shumë. Edhe të diskutu lidhe me librin që të diskutojmë, faktikisht Murakami është autori im i preferuar. Shkrimtari im i preferuar, si më thonë, edhe ato nuk e kishin lexuar si libër. Unë fola mirë për të dhe vendos me zgjidh këtë libër. Kam lexuar kryesisht gjithë librat e tij edhe mund të them plot gojë që është thjesht fantastik, domethënë nuk di ta shpjegoj. Edhe takimi shkoi shumë mirë, sidomos ky takim ka shumë mirë. Ndërkohë që jo vetëm ti Kleves që ishe mjeshtri i udhëheqjes të këtij takimi, por edhe të tjerët ishin të përgatitur. Kjo është e veçanta sepse aty kur bëhet një takim nuk janë dëgjues, po janë pjesëmarrës. Janë pjesëmarrës, është e vërtetë. Dhe kjo është shumë interesante ta motivosh ditën me detyrën tënde shpirtërore, siç është libri. Është vërtet, domethënë ne bëjmë një gjë, vendosim një libër, sepse edhe shumë persona të tjerë për arsye të angazhimeve nuk mund të lexojnë më shumë se një libër në muaj. Po. Ne të tjerë që kena pak më të ligjur për shembull, ja kam vëvu vetit 3-4 romane njëherë duhet i lexojnë në muaj. Edhe gjithmonë e lajm një muaj para, unë diskutojmë gjatë kësaj kohe të marrim shënime që mund të lexojnë pjesë të librit që na kanë pëlqyer. Hapim tema diskutimit, debate, diskutime, është një gjë shumë interesante, vetëm se në fund e kupton që ka kalu ora, domethënë, kanë kalu 2 orë, si ka mundësi. Nga diskutimi, është i koha po e kuptu, domethënë. Entuziaste, vërtet kjo panoram që ju i na jepni në studio. Po mirë, ju diskutoni rreth librit. Mund të thuhet se keni një farë prirje drejt kritikave letrare, ndaj autorëve, veprave, që mund edhe të formëzohen në artikuj, në studime të veçanta në të ardhmen. Unë po flas për veti edhe për Ketin, në përgjithësi na desha mirës librit. Edhe për pjesën e kritikëve thosh janë ato është i grupi aty në personave. Për shembull, El Saidi është një djalë shumë i ri, shumë i përgatitur, edhe ka një të ardhme. Momentalisht ka redaktuar dhe një libër. Është ky libër kërkon një vrasës i Iliridonit, domethënë. El Saidi ka një moshë të re, edhe çish tani është redaktor. Unë për mua e kam përmer që unë e kam shok, e kam mik, sepse ai domethënë më orienton në atë aspekte domethënë. Është Gjithashtu edhe Migena mendoj se do të ishte një kritikë e mirë e letërsisë. Domethënë për çdo libër që kena, domethënë deri tash se jena në fillime si i thonë, ka gjithmonë ata kritikat e vogla, i kap vogelsinat e çdo librit. Të jesh kritike do të thotë të vësh në pa edhe karakteristikat e veçanta të njërit apo tjetrit autor. Dhe kjo natyrisht hedh vështrimin mbi vlerat librave. Ju keni organizuar madje edhe takim me shkrimtar dhe me sa di unë e keni në atë esurin tuaj në rrugën tuaj të vazhdimësisë. Takimi me shkrimtarin e mirënjohur Ridvan Dibra natyrisht ka sjell diçka të veçantë në vokacionin e tij, ka vlera, ka vlerësime, së fundmi është vlerësuar madje. Mund të më thoni diçka rreth këtij takimi? Ne morë me librin e profesor Ridvanit Gjurmi Bor. Edhe të them drejtën nuk isha lexuar për profesor Ridvanin, shok tonë domethënë na thanin për të. Profesori erdhi në takim, ishte për mua ka qenë në takimet më të veçanta, të them drejtën. Ishte një emocion i veçantë me pas profesorin aty.
Profesori ka shkruar rreth 30 romane, domethënë për ne si Shkodër është një vlerë, domethënë është fantastike që e kena midis nesh. Edhe unë kam pas një emocion të veçantë, domethënë kam qenë shumë i kënaqur nga diskutimi kur ke edhe shkrimtarin, domethënë ideja ishte profesori erdhi aty, na lani me folën në gjej për rreth një orë që diskutuam. Ne ishim të diskutuar sikur profesori nuk ishte aty. Në moment më ndaj keni tha pyetje, atëherë fillojnë diskutimet. Çfarë do lloj pyetjesh, jo vetëm për atë librin, se profesori ka bolla disa libra të tjerë, që unë i kam vënë plan në ata libra që do të lexoj në dhjetor ose në janar edhe kështu. Ndërkohë më bën përshtypje se si nga një mendim fillestar ju duke qenë ende në hapat e parë të rrugtimit tuaj në këtë klub libri, keni zgjeruar shumë aktivitetin me pjesëmarrës. Si është kjo pjesëmarrje, kjo vendosje, kjo sallë që mbushet, kjo tavolinë që flet, këto karrige që zihen për të dhënë një vend më afër diskutimit, mund të më përshkruani paksa ambientin tuaj. Atëherë fatmirësisht janë mjediset e shoqatës përpjekje, që na kanë mundësu domethënë ambientin ku ne mu taku. Edhe biles së fundmi, ato na kanë bërë një surprizë më mirë me thënë, dhuratë si mund ta quajmë, që për çdo takim që ne do kena, do të dhurojnë nga 3 libra për 3 persona të grupit, domethënë çdo takim, 3 persona do të kenë dhuratë ta 3 libra të arshëm që ne do t'i kena për mi lexuar në takimin e radhës. Kjo është një mbështetje, do thosha, goxha e konsiderueshme, sepse të lirosh sallën, të krijosh mundësi për të vendosur. Falenderojmë shumë. Ku ndodhet kjo sallë, kjo shoqat? Kjo është këtu tek BKT-ja në kat të dytë. Është një takim i përmuajshëm i juaj? I përmuajshëm. Jena të menu, domethënë mi shpeshtu takimet tona, po qoftë edhe me diskutu për filma, po edhe për, domethënë libra diskutohet, është pjesë e jona, po të kenë se shumë libra janë realizuar edhe filma. Atëherë me pak më të zgjanuar këtë aktivitet. Duke qenë se jena afru shumë me njëri tjetrin, domethënë, sidomos shumë mas takimit me profesor Ridvanin, la mbresa të popomet e na. Edhe mendume me zgjeru, edhe natyrisht shoqata përpjekje na ka mundësu domethënë që edhe për takimet e tjera me ashtu. Le të hedhim vështrimin paksa tek pjesëtarët e këtij klubi. Katie është studente. Klevesi e ka mbaruar shkollën e lartë, ekonomist. Pra, me sa po shoh keni pozicione të ndryshme. Po të tjerët? Po janë Suadi, që është profesor në medrese, është për psikologji mesatjune. Migena, El Saedi dhe Rodi janë për master në vitë fundit. Janë 2 vajza që janë shtu së fundmi, janë ato në master për gjuletërsi. Janë disa vajza që janë nga gjimnazi, 28 nënori. Është një shoqe jonë Adelaida, ajo është shtëpiake, sepse kujdeset për fëmijët. Është shumë dashamirëse dhe lexuese. Lexuese rregullt e librit, e urojmë këtu. Edhe kështu domethënë përgjithësi janë nga gjitha grup moshe domethënë. Mirë, në një jetë të vrullshme, në një intensitet informacionesh, në një bombardim të teknologjisë, personalisht si e ndjeni kontaktin me librin? Si nevojë, por edhe si kohë të proporcionuar gjatë ditës. Unë mendoj është ushqimi jam. Është më kthy si ushqim. Unë nuk mund të rri pa lexu në çfarë do lloj kohe. Ne na ka noll diçka gjatë tyne viteve, na ka noll pa kuptu. Rrjetet sociale janë të na hangër shumë kohë, dhe kjo është problem botënor këto kohët e fundit. Mesatarisht njëri rrin 5 deri në 6 orë në rrjetet sociale. A kuptoni domethënë se çfarë dëmi ti bëhet? Nuk po flas nga dëmi psikologjik, dëmi është edhe dëmi kohë, është jetu hub kohën tënde kot, sepse ne e dinë Instagrami është thjesht iluzion, domethënë nuk është asgjë e vërtetë. Mund të marrësh një farë informacionit, edhe aty ke gjithë farë informacionet që nuk na duhen gjë. Kurse libri është diçka tjetër, domethënë. Njeriu duhet të avu vetit qëllim me lexu, me do një pjesë të kohës vet për leximin. Edhe kur ta ndash apo dash të rrëmbën, domethënë, edhe ti
si kanë thënë shkrimtarë tjerë, në fund kur vdes thu, nuk kam jetu një jetë, kam jetu 500 jetë, 5000 vjetë. Domethënë ti udhton nga para 2000 vjetëve tek piramidat, shkon në Amerikë Latine, shëtit domethënë gjithkohë është ideja është të zhvillon imagjinatën, është një marrëdhënie që ti krijon me shkrimtarët, me ata që e përjeton. Ti në çfarë do lloj libri që të lexosh, ti do ta shihësh vendin, do ta përkufizosh vetin me një ndër ato personazhet që janë në libër. Marrim për shembull Ana Kareninen ose Tolstojn, si që mu pëlqen shumë Tolstoj, në shkrimtarët e vjetër. Haruki Murakamin e kam nga këta shkrimtarë tjerë. Nuk ka, domethënë, libër që unë nuk e gjaj vetin, po ky personazh më përshtatet mua. Karakterit tem, mendimeve të mia, u ky në okazion. Domethënë ti dashi po dashi ke hinat edhe nuk ik, vetëm ka raste kur uresh e lexon edhe shef orën ka shkuar 3 natë. Kemë dalë nesër në punë, po nuk ka rëndësia, kupton? Ndërkohë, Keidi mund të na thonë përvojën e saj të ndarjes së kohës, por edhe të emocioneve. Njështë dhe në fakt, unë e kam nis librin të lexu qysh e vogël, masi mami më ka shty, domethënë, edhe në fillim nuk është se kam pas ndaj qejf të madh, po libër mas librit, edhe kupton që si thot Klevesi, koha ka lanë po e kuptu. Edhe tash që jam në shkollë, domethënë, faktikisht pak e vështirë mu menaxhu kjo pjesa, me lexu librat e shkollës e me lexu librat që i kam marrë për me i lexu. Edhe në fakt e baj kështu. Ose unë jam edhe në punë fakt, edhe një pjesë të kohës lirë kur kam të puna, mundohem me lexu në gjatë shkollës. Mandaj na mirë po nërkorrin menjat e libri edhe detyrimisht duhet të kthehem aty, domethënë. Edhe kam kështu, domethënë një libër mund ta marrë brenda javet. Si thonë, për një muaj 4 libra unë i kam të lexuar. Sa bukur. Ndërkohë që të tërhiqesh tek letërsia e vlerëshme. Si bëhet kjo marrëdhënie? Unë do të thosha që edhe klubi ndihmon. Kjo është vështirë kryesore. Si merrni ju këto informacione? Për shembull, ulena dhe i thojmë, du me lexu për filan shkrimtar. Ky shkrimtar po marrim Gabriel Garcia Marquez, mund të kenë bëmi 30 vëllime. Edhe këto kritik, këto shokët, edhe shkoqë tonë Miguel Arodi edhe Saidi, këto për mua janë 3 musketierë, të thamon, që i kena çuajtur shumë në humor. Edhe i këshilloj çfarë librash edhe Suadi, çfarë librash janë që ja vlen me lexu për këtij shkrimtar, se mund të ketë edhe libra që nuk kanë pas një farë vlerët. Ne nuk kena kohë mi lexu tan librat, janë me 10 me 100.000 libra. Edhe thonë që për Gabriel Garcia Marquez është Dashurinë kollën e kolerës edhe 100 vjet vetmi. Këto dyja janë kryeveprat. Lojmë të atëherë, ke kena libra tjerë, Tolstojn, Dostojevskin, po marrë Pushkinin, shkrimtarë tjerë, Amos Oz, që mund ka pëlqyer shumë, janë shumë shkrimtarë. Pra, me sa po shoh, ju del nga dalë në diskutimet tuaja krijoni edhe një plan të tashëm dhe perspektiv të leximit dhe të diskutimit të librave. Apo jo? Shkëmbejmë edhe libra me njëri tjetrin. Ky libër, çfarë librash kanë pëlqyer miq ton, shok ton që ja vlen mi lexu, se ta thotë po këtë libër po ta japone, edhe të bëjmë edhe këmbim libërsh. Se më thon drejtën edhe me ble kanë një farë kosto të Biblioteka ju ndihmon? Po, unë domethënë bibliotekë ka tash sa vjet që jam antarësume edhe vetëm bibliotekë marr libra, si i thonë. Jo se nuk e kam mundësinë për me ble libra, po thjesht kushtojnë ato kanë se jam i ha librat, nuk i lexoj, i ha. Edhe nuk ngjish të dal kund levertia dhe biblioteka domethënë edhe është ky mendimi si ndoshta biblioteka nuk ka larmi, po faktikisht me hi aty ka larmishmëri boll. Normalisht nuk mund të ketë ndoshta librat e fundit krejt që i dalin, po ama ka. Një shprehje thotë që kur hyn në bibliotekë nuk e di pse dal prej saj. Ndoshta këtu futesh në botën e librit pikrisht ashtu siç ju përgjat bisedës thatë që dashuria, magjia e librave, bota e personazheve, ngjarjet, subjekte të ndryshme të rrëmbejnë me mesazhet e tyre që kanë për jetën, edhe dal nga dal ndriçojnë personalitetin e njeriut, e formojnë atë, e bëjnë natyrisht tepër më solid për të gjykuar dhe për më të formuar, do të thosha. Mirë, aktiviteti i jashtëm ju keni caktuar një datë, me sa di unë. Po, 19. Në 19 janar është takimi i radhës, edhe kena caktuar për me lexu librin e Patrick Suskind, Parfumi, që shumë mund ta kenë pa dhe film, po ne vendosëm me lexu librin, domethënë, mandaj me pa filmin. Do shohim filmin bravo. Për pikrisht pse zgjodhet këtë libër?
Po, tu kanë se kena vazhdu me një shkrimtar shqiptar takimin e librit që ishte profesor Ridvani. Mandaj vazhdume me librin e Murakamit, edhe si thënë tu eksploru autor të ndryshëm që i përkasin cepeve të ndryshme të botës. Do të thonë me marr pak nga teton si fillim. Besoj letërsia botërore dhe letërsia shqipe do të kenë një lloj balancimi ose një lloj ndërthurje, do të thosha, në vështrimin e afër dhe të largët, të cilët janë autorët që ju mendoni të i drejtoheni. Sepse dikush që po na ndjek, natyrisht edhe dëshiron, apo jo, të bëhet pjesë. Pra, pas parfumit, keni të tjerë diskutim? Diskutum duke për Remarkon? Po në fillim, do thënë, masi të kryjmë këtë libër në Patrik Suskindit, takimi i arshëm do të jetë nga një libër që kena zgjallë me marrë nga shtëpia botuse Akropoli i Ri, që na ka dhënë mbështetjen e saj, domethënë me na ofru libra për takimin e arshëm. Mandaj kena vendosur me lexu një libër të Remarkut, sepse kena në pjesë të grupit një fans të çmendur të Remarkut. E përshëndesim shumë. Edhe në fakt jena të menu për asgjë e re nga lindja, besoj se ka titullin libri, jam e sigurt. Ndërkohë që ju duhet më shumë vullneti, pasioni dhe një sallë. Edhe një sallë është vërtet. Këto janë mbështetja juaj, apo kërkoni edhe mbështetje të tjera, sponsorizime të tjera? Jo, për momentin gjatë tyne kohë do thënë të mundu me kriju kontakte me klubet e tjera të librit në Shqipëni. Kena një takim, shpresojmë nga muaj tjetër në Tiranë, me shtëpinë botuse Akropoli, është një shtëpi librit atje, ka mundësi të shkojmë. Flitet një diskutim për tek Universiteti Aleksandër Gjovani në Durrës. Domethënë, këta janë disa aktivitete flasin për muajin e janarit të shkurtit. Po edhe për perspektivën e zhvillimit të aktivitetit tuaj. Në të vërtetë mua më pëlqeu jashtëzakonisht biseda me ju, sepse mora jo vetëm informacionin, por edhe pasionin tuaj për librin, për atë dashuri shumë të madhe që njerëzit duhet të kenë dhe duhet t'i drejtohen, sepse libri është shumë çka, është përvojë, është mjeshtri e fjalës, është hulumtim mbi jetën, është pasuri, është kulturë dhe mbi të gjitha natyrisht formzon shumë tek çdo njeri. Kleves, Keidi, ju falenderoj shumë që ishit sot në studio. Unë gjithmonë jam me interes për të pritur aktivitetet të tilla, sidomos tek të rinjt, por jo vetëm, por edhe tek aktiviteti i klubit Aratisje, shumë interesant, shumë pasionant, shumë i bukur për të rinjt e motivuar. Falenderoj edhe një herë dhe suksese në rrugët tuaja. Faleminderit. Faleminderit.